Kosova sot shënon ditën e Kushtetutës, por institucioneve dhe partive politike nuk ju bie hise të lavdërohen se respektojnë shumë aktin që është më i lartë juridik në vend. Vetëm së fundmi, gjykata lëshoi 5 akt gjykime, ku konstatua shkelja e Kushtetutës pikërisht nga ta. E fundit që mori vendime të tilla ishte presidentja deri tanishme Vjosa Osmani. Dekreti i saj për shpërndarjen e kuvendit pas moszgjedhjes së presidentit deri më 5 mars u rrëzua nga kushtetuesja, duke u konsideruar pa efekt juridik. Dekreti i 6 marsit 2026 i presidentës së Kosovës nuk prodhon asnjë efekt juridik. Të konstatoj se deputetët e kuvendit kanë 34 ditë për të zhvilluar dhe përfunduar procedurën e zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Kushtetuesja vlerësoi se edhe kuvendi i Kosovës është konstituar në shpërputhje me këtë dokument në tetor të vitit 2025, pas zgjedhjes së Nenad Rashić si nënkryetari i legislativit. Vendimi i kuvendit të Kosovës me 10 tetor 2025 për zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga komuniteti serb nuk është në përputhje me kushtetutën. Megjithatë, vlerësohet se ky vendim nuk ka efekt prapaveprues, pasi legjislatura e 9 ishte shpërndarë dhe ishin mbajtur zgjedhjet e reja. Deputetëve ju doli punë me kushtetutën edhe gjatë vitit 2025. Të zgjedhurit e popullit në legjislaturën e kaluar e kishin shkelur atë disa herë duke tentuar ta konstituonin kuvendin. Pas ngërshit dhe krizës politike për të konstituar organin legjvënës, gjykata kushtetuese vendosi se një proces i tillë duhet të përfundojë brenda 30 ditësh. Në përputhje me konstatimet e dhëna në këtë akt të gjykim, janë të obliguar që dhe jo më vonë se 30 ditë nga hyrja në fuqi e këtij akt gjykimi të përmbushin detyrimin kushtetues për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës përmes zgjedhjes së kryetarit ose kryetares dhe të nënkryetarëve të tij. Përkundër kësaj, deputetët e kësaj legjislature nuk e respektuan këtë vendim, sipas një akt gjykimi tjetër të kushtetuesës. Deputetët e zgjedhur të kuvendit të Republikës së Kosovës nuk kanë zbatuar akt gjykimin e 26 qershorit 2025 të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës në rastin K0124/25 dhe rrjedhimisht të gjitha seancat e mbajtura nga data 27 qershor deri me 26 korrik 2025 shpallen të pavlefshme. Po ashtu, kushtetuesja konsideroi të pakonstituar kuvendin e Kosovës në shtator të vitit 2025, pasi nuk ishte zgjedhur nënkryetari nga komiteti serb. Gjykata kushtetuese një zëri vendos të caktoj ex officio dhe sipas kërkesës së parashtruesve masën e përkohshme përmes të cilës ndalohet çdo veprim i deputetëve të zgjedhur të kuvendit të Republikës së Kosovës, si dhe çdo procedurë për formimin e qeverisë. Të urdhëroj që masa e përkohshme hyjë në fuqi me 5 shtator 2025 në kozgjatje deri më 30 shtator 2025 thuhet në vendim. Kushtetuta e Kosovës u nënshkrua me 7 prill 2008, pastaj u ratifikua me 9 prill të këtij viti. Kushtetuta e Kosovës u nënshkrua me 7 prill 2008, pastaj u ratifikua me 9 prill të atij viti, ndërsa hyri në fuqi me 15 qershor.